Rëndësia e gjumit dhe pozicioni i fjetjes. Gjumi cilësor është thelbësor për rigjenerimin e trupit dhe organizimin e burimeve mendore. Një pushim i mirë ndihmon jo vetëm në rivendosjen e niveleve të energjisë, por edhe në ruajtjen e shëndetit afatgjallë. Një faktor kyç në cilësinë e gjumit është pozicioni i fjetjes. Pozicioni ka rëndësi. Pozicioni në të cilin flem ndikon ndjeshëm në cilësinë e pushimit dhe mirëqenien tonë. Secili pozicion ka avantazhet dhe disavantazhet e tij. 1. Të flesh shtrirë në shpinë. Ky pozicion mund të ndihmojë me qarkullimin e gjakut dhe mbajtjen e shtyllës kurrizore në pozicion neutral, duke reduktuar presionin mbi muskujt dhe nyjet. Për më tepër, ndihmon në shpërndarjen e barabartë të peshës së trupit, çka mund të ulë rrezikun e dhimbjeve kronike të shpinës dhe qafës. Kjo pozitë është gjithashtu e favorshme për ata që vuajnë nga refluksi acid, pasi shmang shtypjen e stomakut dhe mund të lehtësojë simptomat e urtit. Megjithatë, nuk rekomandohet për ata që vuajnë nga apnea e gjumit, pasi mund të shkaktojë pengesa në rrugët e frymëmarrjes dhe të përkeqësojë simptomat e gërhitjes. Nëse zgjidhni të flini në këtë pozicion, përdorimi i një jastëku të përshtatshëm për të mbështetur qafën dhe kokën është i domosdoshëm për të ruajtur një qëndrim optimal. 2. Të flesh me fytyrë poshtë. Ky pozicion nuk është shumë i rekomanduar, pasi mund të shkaktojë tension muskulor dhe probleme me frymëmarrjen. Për shkak të presionit që ushtron mbi qafën dhe shtyllën kurrizore, ai mund të çojë në dhimbje kronike të muskujve dhe kyçeve. Gjithashtu, shton presionin mbi sistemin kardiovaskular, duke rritur rrezikun e shtypjes së enëve të gjakut dhe duke kufizuar qarkullimin e lirë të oksigjenit. Kjo mund të ndikojë negativisht në rrahjet e zemrës dhe të shkaktojë një ndjenjë shqetësimi gjatë natës. Përveç kësaj, të flesh me fytyrë poshtë shpesh kërkon kthimin e kokës në njërin anë, duke krijuar tension shtesë në qafë dhe mund të çojë në dhimbje koke dhe ndjesi lodhjeje gjatë ditës. 3. Të flesh në anën e djathtë. Sipas mjekësisë kineze, ky pozicion mund të sjellë disa përfitime, si lehtësimi i tensionit të muskujve dhe një ndjesi më e madhe rehatie gjatë pushimit. Megjithatë, gjithashtu mund të ketë ndikime negative mbi shëndetin e zemrës dhe tretjen. Kjo ndodh sepse pozicioni mund të ushtrojë presion mbi organet e tretjes dhe të ndikojë në funksionimin e tyre, duke ngadalësuar procesin e tretjes dhe duke rritur mundësinë e refluksit acid. Përveç kësaj, disa studime kanë sugjeruar se fjetja në anën e djathtë mund të rrisë presionin mbi diafragmën, duke vështirësuar frymëmarrjen për disa individë. Prandaj, edhe pse disa njerëz mund të gjejnë këtë pozicion të rehatshëm, është e rëndësishme të vëzhgohen reagimet e trupit dhe të përshtatet pozicioni sipas nevojave individuale për një gjumë më cilësor. 4. Të flesh në anën e majtë. Ky konsiderohet si pozicioni më i shëndetshëm, pasi ndihmon në tretje, përmirëson qarkullimin limfatik dhe zvogëlon aciditetin e stomakut. Duke qenë se ky pozicion shmang presionin e panevojshëm mbi organet e brendshme, ai gjithashtu favorizon funksionimin e zemrës dhe redukton rrezikun e urtit gjatë natës. Ky pozicion është veçanërisht i rekomanduar për gratë shtatzëna, pasi ndihmon në qarkullimin më të mirë të gjakut tek foshnja dhe zvogëlon presionin mbi mëlçin dhe veshkat. Përveç kësaj, studimet tregojnë se fjetja në anën e majtë mund të ndihmojë në eliminimin më efikas të toksinave nga trupi përmes sistemit limfatik. Personat me refluks acid përfitojnë gjithashtu nga ky pozicion, sepse shmang kthimin e acideve të stomakut drejt ezofagut, duke ulur ndjeshëm simptomat e djegjes së zemrës dhe parehatin gjatë natës. Megjithse ky pozicion ka shumë përfitime, është e rëndësishme të përdorni një jastëk të përshtatshëm për të mbajtur qafën dhe shpinën në një pozicion të shëndetshëm, duke shmangur tendosjen e panevojshme të muskujve. Përfundim. Nuk duhet obsesionuar me pozicionin e gjumit, por është e rëndësishme të zgjidhni atë që ju bën të ndiheni rehat dhe i përshtatet shëndetit tuaj. Përveç pozicionit, investimi në një dyshek dhe jastëk cilësor luan një rol thelbësor në cilësinë e pushimit. Të dhëna të rëndësishme. Cikli i gjumit, trupi kalon në disa faza të gjumit, duke përfshirë gjumin e lehtë, gjumin e thellë dhe fazën REM, të gjitha thelbësore për rigjenerimin optimal. Rrahjet e zemrës, të flesh me fytyrë poshtë mund të rrisë ritmin e zemrës dhe të kufizojë frymëmarrjen, duke ndikuar negativisht në shëndetin kardiovaskular. Përfitimet e gjumit në anën e majtë, ky pozicion është më i favorshëm për tretjen dhe funksionin e organeve të brendshme. Një rutinë e shëndetshme e gjumit bashkë me pozicionin e duhur dhe ambientin e përshtatshëm ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës dhe shëndetin afatgjallë.